Heu ku je lahut shqiptare, me vargë malet moshatare, zanje në porte e paskeruvet, qysh preje gjedo bashe muj. Ja ku kthehemi përsëri shikues nderuar, jemi me doktor Udin Gjeka, është kardiolog, është një doktor ekscelent, ka mbaruar shkëlqyeshëm universitetet në Evropë dhe këtu në Amerikë. Dhe është doktori juaj që ndjekim bisedën sepse keni çdo njeri ka nevojë për këtë doktor, se çdo njeri nga ju ka një zemër e pas të shëndetshme, por ndonjëherë kur keni nevojë, telefonojmë doktorin. Para se të vazhdojmë me disa pyetje kështu lidhur me zemrën. Mandej ju e krijot familjen këtu? Masi ju realizova ka ona, se tana prej herë zbohen. Se në fakt, në përgjithësi ka dhe një opinion që s'ben doktor, thot fëmija, thot se ka shumë kohë për të studiuar e ngelen mbrapa me këto problemet personale, sidomos për martesë. Jo, është e vërtet, unë i kam lënë për herë prioritet familje, se me thonë drejtën kam dashur mu bë prind më i ri se sa ja kam arrit, por tana gjonat prej herë zbohen. Ishte u do të me u arrit, me u bë dikush i herë, tana gjonat zbohen asnjëherë. Me bë me prit për fëmijë për ashtu nuk bëhesh kurrë. Por paktën ti marrosha këto provimit kryesore, masanej me fillu me familje, po jam martu këtu në vitin 2017 me një gruan e kam prej Lezhët, njeri i mrekullueshëm, edhe jam babi 3 fëmijëve, 2 vajza ideal, një familje shnetshme, falënderoj Zotit. Atëherë jam arrit tamam si njeri, si ka ona profesionale, si ka ona familjare. Çfarë roli ka familja në një doktor? Shumë. Ka shumë rol se duhet me gjetë balancën mes punës edhe familjes. Nuk është gjithçka karrierë. Koha kalon shumë shpejt, fëmijët rriten shpejt, duhet me kenë sa më prezent, sidomos në hapet e jetës të parat, në e fëmijëve, e unë me të thonë drejtën përveç se punës, tonë kohën tjetër e dedikoj familjes. Shumë kohë merr puna, po pjesën tjetër, unë sikur një natë të më kalojnë pa i puth fëmijët para se me shku me fjetë, mu më duket sikur më ka shku dita këtë. Çdo që të kem bë. Por faktikisht nuk janë shumëta, se la dhe punë për në shtëpi, vetëm me shku në shtëpi para se me fjetë ata. Po fundjavat në përgjithësi kam të lira, përveç se rreth një fundjavë në muaj që më duhet me nejtë në punës nga gatishmëri. Po është shumë rëndësishme se edhe familja sikur bëhet pjesë e punës tonë. Kur jam në gatishmëri jonë, sikur në gatishmëri, sidomos gruaja herë, se sa herë të morrin telefon, sikur e një vetin edhe gruaja janë ashtu në kohë me mua, ke parasysh, por falënderoj Zotit siç thash, gruan e kam shumë të mirë kuptueshme, edhe më ka suportu, sikur edhe pjesa tjetër e familjes, prind, motrat edhe vllai. Në përgjithësi thonë mos e të shoh punën në familje. Çfarë ndodh me doktorin, me ju? Mundohem të paktën punën me elon të puna, pa shumë e vështirë me profesionin që baj. Se sot kudo, unë kam një kënaqësi të jashtëzakonshme, si në përgjithësi historitë e mia ose puna që baj e suksesshme. Të vjen me infarkt, ja ban infarktin, pështon, ban më mirë, po nga i herë si thash edhe përpara kur vin vonë, kam bë shumë ndërhymje që janë ala tu i bë CPR, do me thonë janë të vdekun paraprakisht, edhe janë tu i majtë gjallë vetëm tu i dhonë nimin e shpejt. Ka raste që nuk mjetojnë të moshave të ndryshme, po vetëm për faktin që kanë ardhur vonë, e ke parasysh, ajo ty të nikon, se si thash edhe përpara, misioni i mjekësisë është gjithmonë ai humanitari me animuar tjetrin. Po e mira është edhe pacienti me animuar fije vetin, si kena i shprehje na, si thot Zoti, ruju pak se truj shumë. E ke parasysh sot zvin ko, po me i kthy përgjigje pyetjes tone,
nuk e bien familja, se herë me e diskutu ose e veat poker face kur shkojnë në shtëpi, tamam familjar, po mu mërën nikon me të thënë drejtën, se si shkon dita. Fatmirësisht, si thash edhe herë, ditët e mia janë suksesshme në pjesën më të madhe, so nuk ka ndonjë problem i madh ka ana jeme. Zoti kur ka krijuar njeriu i ka bërë shumë organe, edhe disa i ka bërë nga dy, siç janë sytë, veshët e qoftë mushkrit, por në terma të përgjithshme për shikuesit, çfarë roli lot zemra në trupin e njeriu? Siç e theve, tanë organet janë të rëndësishme. Po tamam zemra është motori, është pumpa, i cili ushqen ton trupin me gjak. Prandaj kur zemra s'punon, ton trupi e vun, se oksigjen don trupi. Nëpërmjet gjakut, nëpërmjet funksionit normal zemrës ushqehet çdo gjë. Por ka lidhje sidomos me disa organe vitale, si që janë mushtnitë, si që janë veshkat, si që janë shmelqia, pra secili organ ka atë organin e vet. Nëse më pyet mua, them zemra ka funksionin kryesor, se jam edhe biased për ata që bëj, ke parasysh, por sinqerisht çdo organ ka atë funksionin, atë rolin e vet në mirëqenien e shtetit. Mos u trego modest, thuaj ashtu si është për zemrën. Po jo, është, bile ka herë, mënyra se si ja u shpjegoj pacientave është tamam si motori i makinës. Po që normal e ke me pistona. E kisha një pyetje, pse quhet zemra motor i njeriut? Po se tamam si motor është, nuk lodhet asnjëherë, gjeneron energjinë e vet, ti sikur zemrën me nxjerr prej trupit, ajo prap kontraktohet për një ca kohë, vetëm pushon se s'ka ushqim. Është një nga organet më autonom të trupit, gjeneron vet, siç thash herë, elektricitetin, sa herë kontraktohet për minutë, edhe është e pa lodhshme, ti nuk duhet me nejt me menu se ç'ashtu po zemra, po ama e bën punën e vet për çdo herë si kontraktohet, ajo ushqen trupin me gjak. Prandaj është shumë e rëndësishme me bo çështë mujtun çdo pacient me u kujdes për zemrën, se nëse zemra nuk është e shnetshme, sa e ndërlikuar është tek juve si person të punosh për zemrën e njeriu, nëse ajo pushon, jeta ndalon. Përgjegjësia, sa e përgjegjshme është puna juaj ndaj zemrës? Është shumë e përgjegjshme. Çdo ndërhyrje që bëj, siç që akute, me fjalë pacienta që vinë me infarkt, siç që pacienta që i shohin në klinikë edhe nuk njihen mirë, edhe i bëjmë teste që nuk u dalin mirë, duhet me i bë. Çdo procedurë që i bën ka rrezikshmërinë e vet. Falënderit Zotit, kam bo 5.000 procedura deri më sot, edhe jam ala në fillimet e karrierës, edhe komplikime të rënda s'kam pas asnjëherë. Por nullin, janë komplikimet janë, qoftë dëmtimi i arterjes, qoftë një infeksion aty, se janë pjesë e zanodit, si me thonë. Por, si thash edhe herë, suksesi i ndërhyrjeve që i kam bë është si me thonë, ai ushqimi për me vazhdu me bë atë çfarë bëj. Pacientat që i bëjnë janë të gradave të ndryshme të smundjes. Kam bë infarkte pacientin më të ri 18 vjeç. Pacientin më të vjetër 101 vjeç. Pra me infarkt të dy. Ka shpëtuar 101 vjeçari? Të dy, po. Të dy kanë shpëtuar, bile ky 101 vjeçari. Zoti të bekoft. Faleminderit. Na pa të shkru krejt një kartolin me historinë e vet, ishte kënë veteran, gjuetar, edhe na qoj një kartolin ku ishte me nipin, mas i kena bojnë infarktin, për gjoj, deer hunting. Po ka, se bosh pjesë e jetës pacientit tënë në zanodin që ushtroj, si me thonë. Krijon misi me pacient, nuk është i punë, ishe pacientat për vite, por nga i herë, si jetojnë gjithmonë, 101 vjeçari e kam humbë para një vitit e gjys, kjo oftë mirë me Zotin atje ku është, por
mënyra se si e shohën profesionin tem është sikur se unë nuk mundohem me luajt rolin e Zotit, kush vdes e kush jeton. Po menimin e tij, edhe me edukimin e me talentin që më ka dhënë në dorë, mundohem me bë mirë për kushdo që vjen në takon ose bëjmë pjesë e tij qoftë në emergjenci ose në klinika që unë ushtroj profesionin. Doktor Gjeka, një nga pra organet që tregon se nuk punon trupi, pra ka mbaruar është zemra, ajo është e fundit. Se e moj men kur isha në mjekësitë brendshme, kushdo që nuk ishte edhe pacienti jemi, po kur isha dëzhur, thoshin që ka vdek pacient dhe duhet me certifiku mjeku. Se u doshte me shku me ekzaminu pacientin, pra kishte vdek, edhe gjëna që duhet me po arrahmo zemra, ishte njena, a i funksionon truni edhe a merr frym. Pra këto tre gjëna u duhet me verifiku. Prandaj po zemra është e fundit, qoftë se është primare apo një trup të smur që gives up. Këtë pyetje e bëra për të shkuar tek një shprehje që zakonisht neve e themi në përgjithësi që si e ka shkruar Zoti. Jeta e zemrës nga se varet? Nga shumë faktor. Shumë faktor. Gjenetika për menimin tem ka i faktor shumë të rëndësishëm. Në qoftë se ke histori familjare me smundje kardiovaskulare në moshë 3, për menimin tem është një faktor rrezikut kryesor se nuk është diçka që ti mundesh me modifiku. Ndërsa po është rëndësishme janë edhe të tjerat, në qoftë se ke për shembull smundje siç është hipertensioni, siç është diabeti, siç është kolesteroli i lartë, por këto gjëra korrigjohen, qoftë me dietë, me ushtrime ose me mjekime. Por gjenet ama nuk mundesh me ndru. Prandaj unë e konsideroj që një ndër faktor të rrezikut kryesor. Pra është e shkruar se sa shkon zemra. Ai shkruaj gjithçka. Pra ti mund ta ndihmosh. Na ushtarët mallit Zot me ushtru profesionin e me ndihmu njerëzimin. A është zemra tradhtare apo ajo të njofton se çfarë po ndodh me te? Zemra nuk është asnjëherë tradhtare. Por mënyra se si e manifeston simptomen nuk është si në librat e mjekësisë. Do me thonë, çdo pacient nuk ka dhimbje gjoksit që shkon në qafë ose në krah. Për fat keq, se do kishte qenë shumë e lehtë me i kapton herët me problemet kardiovaskulare, por ka simptoma tjera që janë, ju thonë, angina equivalent. Pra janë të ngjashme me dhimbjen e gjoksit. Janë 3 kategori pacientash që këto kanë më të manifestueshme, janë femrat në përgjithësi, pacientat diabetik, se diabeti të nikon të nervat sensitive nerves, so edhe dhimbjen e një ndryshe, edhe pacientat në moshë. Këto 3 kategori janë më në rrezik. Por rreth 40% edhe të meshkujve nuk kanë dhimbjen klasike të anginës, pra dhimbjes gjoksit, e mundet me kenë vetëm lodhje me punë të përditshme, marrje frymet, siç i thonë kënej indigestion ose sikur ashtu udh nga stomaku. Unë kam bë 10-15 infarkte, e moj me njëherë një pacient që edhe mas i jabona infarktin, thoshte, jo, unë s'kam pas infarkt, dhe unë e kam prej stomakut. Edhe tu i kallëzu, do me thonë, imazhet, pra percepcioni i simptoma është krejt mundet me kenë krejt i ndryshëm. Pra nuk të rend zemra, por mënyra se ti e percepton, mundet me kenë ndryshme prej asaj që ti menon se simptomat e zemrës mundet me kenë. Doktor, do më falësh, shikues të nderuar, kalojmë publicitet dhe do të kthehemi përsëri në bisedë me doktor Gjekën.